Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg dy të rinjt Emiliano Vockën dhe Samuel Jaçen. Gjyqtarja Albina Spaha ka dhënë masën e arrestit burg pa afat për dy të rinjt, të cilëve do t'i duhet të qëndrojnë në para burgim deri në zhvillimin e gjyqit dhe dhënien së vendimit në ngarkim të tyre. Gjykata e Gjirokastrës ka lënë në burg dy të rinjt Emiliano Vockën dhe Samuel Jaçen, të cilët rezultojnë të kenë qenë dëshmitarë në ngjarjen e 4 ditëve më parë, ku ngerli i vrarë Dorian Luka dhe u plagosi vllai i tij, Birbil Luka. Gjyqtarja e çështjes Albina Spaha ka mbështetur argumentet e ofruara prej prokurorit të çështjes Spartak Çoçoli mbi këtë çështje, e cila përkufizohet si një krim i rënd. Vetë prokurori i çështjes ka kërkuar nga gjykatësia Spaha që Voçka dhe Jaçe të qëndrojnë në burg deri në zhvillimin e procesit gjyqësor në ngarkim të tyre. Ata akuzohen për moskallëzim krimi të rënd, paragrafi i 2 në 300 të kodit penal, ndërsa avokatët mbrojtës të pandehurve, nisur nga rrethanat në të cilat të zhvilluar ngjarja dhe përfshirjes së klientëve të tyre në të, kanë kërkuar lirimin e tyre në sallën e gjyqit dhe ndjekjen e tyre në gjendje të lirë. Avokatët pretenduan se klientët e tyre nuk kanë qenë as pjesëmarrës direkt apo indirekt në krimin e ndodhur dhe për këtë qëllim mbajtja e tyre në burg është e jashtëligjshme, ndërkohë që akuzon policinë dhe grupin hetimor por veprime të padrejta. Mirëpo i menjëhershëm ka qenë reagimi i prokurorit Çoçoli, ku ka thënë se dy të rinjt akuzohen për moskallëzim krimi të rënd, duke marrë për bazë paragrafin e 2 në 300 të kodit penal, ku dënimi është i ashpër për moskallëzim të një krimi të rënd. Pas kësaj, gjyqtarja Spaha ka dhënë masën e arrestit burg pa afat për dy të rinj, të cilëve do të duhet të qëndrojnë në para burgim deri në zhvillimin e gjyqit dhe dhënies së vendimit në ngarkim të tyre. Jaçe dhe Voçka kanë qenë dëshmitarë rastësorë në ngjarje në fjalë, njëri me palën agresore dhe tjetri me vëllezrit viktima. Ndërkaq, policia e Gjirokastrës ende nuk ka gjetur dhe arrestuar të akuzuarin kryesor të ngjarjes në fjalë, Enrik Lukën, i cili ndodhet në Arrati, qysh prej momentit të kryerjes së vrasjes. Jemi në prag të çeljes së sezonit turistik ndaj dhe nga pushteti vendor në Gjirokastër, por merren masa për përballimin me sukses të këtij sezoni. Sot është punuar intensivisht në pjesën muzeale, ku është pastruar nga mbetjet përoj që përshkron lagjen, ndërkohë që ju kërkohet qytetarëve të respektojnë natyrën dhe mjedisin. Jemi në prag të çeljes së sezonit turistik, ndaj edhe nga pushteti vendor në Gjirokastër, po merren masa për përballimin me sukses të këtij sezoni. Në këtë kuadër, puna e përditshme e shërbimit komunal është intensifikuar ndjeshëm duke u përqendruar në pjesën muzeale, aty ku edhe sot mund të shikoje disa turistë që me interes fotografonin banesat karakteristike të Gjirokastrës, por që një i huaj të vizitojë Gjirokastrën, duhet që të gjejë edhe një ambient të pastër e të këndshëm për të qëndruar. Por çfarë ndodh? Shpesh ne kemi fokusuar vend grumbullimi me mbeturinash në disa lagje, por këto mbetje nuk mbi nga toka. Ato idhen pa kriter nga personat e papërgjegjshëm, që patjetër duhet të ndëshkohen nga inspektoriati. Banorët shikonin me interes ndërhyrjen e shërbimit komunal në përojën që kalon pranë shtëpisë së angonatëve, i cili ishte i tej mbushur me mbeturinat. Nga ana tjetër, nënkryetari i bashkisë Zoti Evangel Muço ju bën thirrje qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm dhe të hedhin mbeturinat në vendin e caktuar. Gjithashtu, po punohet ka shtuar Muço edhe në ashtimin e hapësirave të gjelbërta, ku vetëm për 7 muaj janë mbjellë mbi 1000 pemë në Gjirokastër. Nga ana jonë ka qenë në qendër të vëmendjes për të pastruar, pasi qytetarët me nivelin e tyre të edukimit nuk e mirëmbajnë këtë sipërfaqe të projit, por hedhin vazhdimisht mbeturina, duke filluar që nga kreu i Dunavatit e duke vazhduar deri në këtë pikë ku ne sot japim këtë intervistë. Me rastin e fillimit të sezonit turistik, ndërmarrja komunale bashkë me bashkinë kanë krijuar një program të ndërhyrjes në këto pika të nxehta, ku turizmi të ketë një mbështetje dhe biznesi i turizmit të ketë një mbështetje nga pushteti vendor nëpërmjet mbajtjes pastër qoftë rrugës, qoftë prenjve, në të cilat turistët do të bëjnë guitat e tyre turistike. Duke filluar që nga shtatori i vitit 2015 dhe deri sot që po japim këtë intervistë, ne kemi mbjellë rreth 1000 pemë, të cilat do të vazhdojnë të krijojnë mushkrit e gjelbëra të qytetit Gjirokastrës dhe do të bëjnë të mundur që edhe pjesa e re e qytetit të ketë një frymarrje dhe një cilësi të ajrit në funksion të jetës së qytetarëve. Qytetarët duhet të sensibilizohen dhe të mbrojnë ambientin që i rrethon për një jetë sa më të mirë për veten e tyre dhe për fëmijët, që të rriten të shëndetshëm.
në një ambient të shëndetshëm. Sot do të flini një orë më pak për shkak të ndërimit të akrepave të orës dhe zhvendosjes së tyre 60 minuta para. Ndryshimi i orës do të ndodhë në 2 të mëngjesit e së dielës. Sot do të flini një orë më pak për shkak të ndërimit të akrepave të orës dhe zhvendosjes së tyre 60 minuta para. Ndryshimi i orës do të ndodhë në 2 të mëngjesit e së dielës, ku akrepa do të shtyhen një orë përpara, duke shënuar 3. Në vendet e tjera, ky ndryshim do të ndodhë sipas orëve përkatëse lokale. Për vendet e Bashkimit Evropian, ora e gjithë zonës do të ndryshojë në të njëjtin çast. Ndryshimi i orës më parë në Europë ka qenë jo i njëtrajtshëm, por filloi të përgjithësohej nga viti 1974 pas krizës së parë të naftës dhe kur disa vende vendosën të çojnë përpara orën në mënyrë që të shfrytëzonin më shumë dritën e diellit dhe të konsumonin më pak energji elektrike. Ndryshimi i orës në Europë u vendos si ligj evropian nga viti 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Pas një pauze të gjatë rikthehet sërish kalimi ilegal i klandestinëve sirian në kufirin jugor të Shqipërisë. 6 shtetash sirian janë ndaluar në tentativë për të kaluar kufirin e gjelbër në Kakavi, ndërsa në pranga ka rënë dhe një 47 vjeçar shqiptar, i cili mendohet se po ndihmonte klandestinët. Policia kufitare gjatë patrullimit në kufirin e Shkil ka evidentuar nëpërmjet kamerave termike në vendin e quajtur Mulliri, poshtë Kakavijes disa persona të cilët kishin hyrë në mënyrë ilegale nga kufiri i Jeshil me Greqinë. Këta persona kishin hyrë ilegalisht nga kufiri i Jeshil me Greqinë në Shqipëri dhe po lëviznin në drejtim të Gjirokastrës. Menjëherë shërbimet e policisë kufitare kanë bërë bllokimin e tyre, ku rezultoi se ishin 7 persona. Nga këta 6 ishin shtetas sirian dhe një shtetas shqiptar, i cili po i shoqëronte dhe po i ndihmonte të kalonin kufirin në mënyrë të palishme kundrejt shpërblimit. Të gjithë këta persona janë shoqëruar në pikën e kalimit kufitar Kakavije, ku u intervistuan. Nga procedurat e intervistimit rezultoi se 6 shtetasit sirian i kishte shoqëruar personi nga Delvina për të kaluar kufirin në mënyrë ilegale kundrejt shumës 300 euro. Menjëherë nga ana e policisë kufitare u bë arrestimi i këtij shtetasi, Zia Çollaku, 47 vjeç, banues në Delvin. Materialet në ngarkim i kaluan prokurorisë së rrethi gjyqësor Gjirokastër për veprën penale ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, parashikuar nga neni 298 i kodit penal. Do të ngelemi sërish tek informacionet nga rendi. Finalizohet me sukses operacioni Befasia, ndalohet një person i shpallur në kërkim i dënuar me 5 vjet burg. Operacioni është zhvilluar nga sektori kundër narkotikëve, stacioni të policisë Këlqyr dhe njësisë operacionale të kontrollit të territorit. Finalizohet me sukses operacioni Befasia, ndalohet një person i shpallur në kërkim i dënuar me 5 vjet burg. Operacioni është zhvilluar nga sektori kundër narkotikëve, stacioni të policisë Këlqyr dhe njësisë operacionale të kontrollit të territorit në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër. Në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim, specialistët e sektorit kundër narkotikëve Gjirokastër, mbi bazën e informacioneve të marra në rrugë operative, kanë bërë të mundur finalizimin me sukses të operacionit të koduar Befasia. Si rezultat i këtij operacioni, është bërë i mundur kapja dhe ndalimi i shtetasit në kërkim, Gazmir Muhaj, 27 vjeç, banues në fshatin Katundish të Përmetit. Ky shtetas u ndalua pasi gjykata e rrethi gjyqësor Përmet me urdhër numër 34 datë 21/9/2015 dhe në vendimin numër 16 fraksion 22/2015 i datës 29/4/2015 e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet burg për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikësh. Pas sulmeve të Brukselit, Ministria e Jashtme britanike ka skicuar një hartë nëpërmjet të cilës ngjyrat flasin për rrezikun e kërcënimit terrorist në botë. Pas sulmeve të Brukselit, Ministria e Jashtme britanike ka skicuar një hartë nëpërmjet të cilës ngjyrat flasin për rrezikun e kërcënimit terrorist në botë. Shqipëria është në grupin e vendeve me nivelin ngjyrë portokalli, çka flet për një rrezik të fshehur, por jo potencial. 4 është niveli më i lartë i kërcënimit, ndërkohë që vendi ynë mban indeksin 2. Sipas hartës, Shqipëria dhe Serbia janë më pak të ekspozuara në rajon ndaj sulmeve terroriste. Kosova, Greqia, Maqedonia dhe Bosnia kanë ngjyrën e kuqe, ose ndryshe nivelin 3 të kërcënimit nga grupet militante, ndërsa nuanca më e errët e ngjyrës së kuqe paraqet vendet me kërcënim më të lartë terrorist në botë. Në hartë, kjo ngjyrë dominon tek Franca, Gjermania, Spanja, Turqia, Rusia, Britania e Madhe dhe Belgjika. Kjo shpjegon edhe sulmet e fundit të Brukselit, që morën jetën e 31 personave. Ministria e Jashtme britanike e konsideron rrezikun në këto vende si një kërcënim serioz dhe të pashmangshëm, ku shtetasve u sugjerohet të jenë vigjilent dhe të qëndrojnë larg vendeve të mbipopulluara. Madje rekomandohet edhe shmangja e transportit publik për disa kohë.
Ndërsa për te oqeanit, kërcënimi për Amerikën dhe Kanadan kanë indeksin 3, një shkallë më poshtë se shtetet kryesore të Europës dhe ato të lindjes së mesme. Zonja dhe zotrinj, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajme. Shumë i falenderoj për vëmendjen. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Mirupafshim.